Pitbulli kafshoi 4 vjeçare në Vlorë flet punëtori hero që e shpëtoi, u tur dhe e kapi nga koka. Një punëtor i bashkisë i cili ndodhej pranë vajzës së vogël në momentin që u sulmua nga qeni pitbull në Vlorë, ka arritur ta shpëtojë të miturën pa lëndime të mëdha. Ai ka rrëfyer se qeni e sulmoi, u afrua me shpejtësi dhe e kapi nga zinxhiri që kishte duke e larguar nga 4 vjeçaria. I tha se qeni lëvizte nëpër qytet pa pronar dhe me një zinxhir të lidhur në qafë. Vajza ishte me nënën dhe gjyshen, qeni po kalonte atje, u tur dhe i kapi kokën. Vajta kapa qenin dhe e lidha me zinxhir. Qeni ka 3 ditë rrugëve. Vajzën e kafshoi në kokë, shpëtoi fati saj dhe unë që ndërhyra në moment. Qeni ka gjithë ditën që vjen vërdall me një zinxhir, ka treguar ai.